Tensione të forta në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku kryeministri Edi Rama i është kthyer ashpër deputetes Elisa Spiropali, duke e paralajmëruar hapur me përjashtim nga grupi parlamentar. Sipas burimeve, Rama është ndalur disa minuta te mungesa e Spiropalit në votime dhe postimet e saj në rrjetet sociale, duke përdorur tone të ashpra. Herën e parë nuk erdhe në votim, herën e dytë bëre çarçafin dhe herë e tretë nuk ka, del jashtë këtij grupi. Mosohet të ketë deklaruar Rama para deputetëve. Kryeministri ka vijuar mëtej me një mesazh të prerë ndaj Spiropalit, duke theksuar se në parti nuk tolerohen dramat dhe përplasjet publike. Tek puna e partisë nuk mund të bëni drama, dhe për këtë po të drejtohem ty, Elisa. Nuk dua të krijoni situata në parti. Partia ka dy ngjyra, bardh e zi. Ose bardh dhe me ne, ose zi dhe përballë nesh, citohet të ketë thënë ai. Burimet bëjnë me dije se Rama e ka konsideruar këtë si përgjigje direkte ndaj reagimeve të Spiropalit në rrjetet sociale. Në fund të mbledhjes, Elisa Spiropali ka kërkuar të marrë fjalën, por nuk është lejuar të replikojë. Ti s'mund të replikosh këtu. Ti nuk merr fjalë më. Me ty është investuar PS dhe unë, mosohet të ketë qenë mesazhi përmbyllës i Ramës. Përplasja e fortë brenda socialistëve vjen në një moment delikat për mazhorancën, duke nxjerrë në pa tensionet e brendshme në radhët e PS.